Jemi rikthyer të gjos dashur të Radio Dogaxhinit me pjesën e dytë të këtij edicioni, teksa do të flasim për botrorin e klubeve. Në veçanti për Kosovën dhe Shqipërinë, të cilat tashmë i kanë ndësuar edhe kundërshtaret në rast se arrin të kualifikohen në botror. Padyshim fillimisht do ndalim për Kosovën dhe për këtë kam të ftuar ish futbollistin e minjohur tash me trajner i grupmoshave të reja, ku ka dhe shkollën e futbollit Zitan, dhe me mua është ndërë dhe kënaqësi ta kem të pranishëm Muhamet Dragushën. Mujo, mirë se erdhe dhe ju bashkove edhe një herë tjetër në emisionin Pasdita Sportive. Mirëmbrëma, mirë se gjej, faleminderit shumë për ftesën, me kënaqësi në emisionin tënd, po ashtu edhe në Radio Dogaxhini. Më të vërtet çdo herë i papritueshëm. Po mundohemi me bë punën. Bravo, ju lutem për punën edhe për sukseset që po i bëni. Mujo, tash Kosova para shumë e ka mësuar shortin në rast se arrim të kualifikohemi. Si është si short? Amerika, Australia dhe Paraguay. Unë mendoj që Kosova mas pari duhet mendoj për play-offin që ka, pastaj me shku atje, mas pari kisha pas dëshirë me fillu të play-offi, po me që se është pyetja jote ajo që te u dhe që emisionin atër, po të përgjigjem. Pra te grupi D, ku është Amerika, Australia dhe Paraguay, me të vërtet është një grup kogjaj fort, ku mendoj që favorit kryesor është Amerika. Amerika kolitar në top ligat evropiane tashmë, edhe ka një organizim shumë modern se që ka pas, do më thoni ka jep prioritet këgja shumë futbollit, edhe ka rrit këgja në nivel. Pra nëse rastësisht edhe pse ne po metojmë Kosova të kualifikohemi, po i kemi 2 ndeshje paraprake, pra nëse kualifikohemi atëherë e di që do ta kemi vështirë, pasi kemi edhe Australinë edhe Paraguayn, pra 2 shtete amerikane, Australinë dhe Paraguayn, edhe Shqipon, më fal, po Paraguay është një ekip që e dim gjithë që ka lojtar, prodhon lojtar shumë të mirë, edhe lojtar që shumë vinë në Evropë edhe kanë suksese. Pra një grup shumë i fortë. Edhe Australia është poshtë një kombëtar. Edhe Australia është e njëjtë, pothuajse futbollit amerikan ato që përmenda, pra një shtet që i ka dhënë edhe kjo prioritet me rrit nivelin e lojës futbollit. Edhe mendoj që këgja lartë është ngrit niveli, edhe sigurisht se do ta kemi vështirë. Australia e di që po luajnë futboll të shpejtë edhe taktikisht janë shumë mirë, domethënë luajnë futbollin taktik shumë mirë fort. Kurse Amerika mendoj që me një organizim modern që ka bu, mendoj që do të jetë ajo fjala kryesore në këtë grup, edhe pse do ta ketë vështirë me hyrjen e një kombëtare siç është Kosova, Turqia, apo kushdo që shkon për këtyne Romania, Slovakia. Pra, sigurisht se ky grup është këgja i fort, po duhet ta themi që Kosova me dëshirë kishim me pas një Kosovë, edhe do të kishte me qenë diçka senzacion, marrim pjesë për herë të parë, brenda 10 viteve organizim, pranim në UEFA dhe në FIFA, 2 instancat më të larta të futbollit. Kishte me qenë diçka shumë e madhe, pasi e dim që shumë shtete janë moti, ta marrim si shembull futbollin shqiptar, FSHF, do thot Kombëtarja e Shqipërisë, që 113 vjet shtet edhe nuk arrit asnjëherë. Ne këtë arritëm, domethënë play-off më duket kishin qenë edhe një herë, si lloj play-offi kishin pas Shqipëria në vitin 86, mos ka bofsha, e kishin luajnë ndeshje, kishin humb, edhe tashmë është hera e dytë, kurse për ne brenda veç 10 viteve, do thot pranim në këto instanca, ne po tregojmë që më të vërtet kemi prodhu futboll nga 186 shtete që janë do thot pranuar në UEFA dhe FIFA, ne tashmë jemi 84, edhe brenda këtyre 10 vite, akoma 10 vite mirë, ndoshta si kemi mush, edhe kemi tregu futboll të jashtëzakonshëm, kemi shumë këmbëtarë të mëdha. E po besoj që nuk ka qenë edhe si rrugë e vështirë, pasi është fillimi, historia jonë veç sa ka filluar me u shkru, edhe pse duhet ta pranojmë se në 100 vendet e para që kemi kalu, sigurisht se është ma lehtë, pasi ka kombëtarë shumë të dobta, kurse në 100 e të poshtash që jemi të 84-shi, atë do ta kemi dobta, por që puna luajnë do ta kemi shumë vështirë sa ato 100 të parat. Po. Mujo, e zëm se është kualifikuar Kosova në botror. Do të përballet me 3 shtetet. Goja të lumt. Inshallah, po presim këto keqe të botë. Sa pikë mendon që do t'i grumbullojnë në rast se
arrin të kualifikohet? Nëse arrim të kualifikohemi, atëherë unë mendoj që do të rritet motivi tek ta lojtar, do të thonë motivi prej kombëtarës do ta përqojnë edhe nëpër ekipe. Nëse edhe në ekipe, edhe pse prej ekipe vijnë te kombëtarja, unë mendoj që me arritjen e kësaj me këtij kualifikimi, mendoj që edhe tek ekipe do të shkojnë dhe do të tregojnë akoma më shumë, domethënë performanca të mira, edhe kur vjen koha që ta prezantojmë domethënë Kosovën në botror, atëherë mendoj që këta lojtarë do të rriten edhe më shumë, do të tregojnë vlera edhe më shumë. Edhe pse kemi kundërshtar shumë fortë si Amerika, Australia dhe Paraguay, po besoj që ne mund ta kërkojmë edhe vendin e dytë. Edhe pse jo edhe vendin e parë, pasi siç e bisedum edhe më herët që si grup më i vështirë është në kampionat botror, parafërsisht mund ta themi se sa që jemi në play-off. E kemi një Turqi që është më të vërtetë e vështirë, një Slovaki, një Rumani që më të vërtetë janë shtete që prodhojnë futboll dhe kanë futboll të fortë, kanë lojtarë të jashtëzakonshëm që luajnë për klubet mëdha. Po gjithsesi edhe grupi i botrorit janë ata që kanë merituar, ndoshta dikush edhe ka pas shortin më të lehtë, dikush ka pas një kohë, një periudhë që ka shkëlqyer edhe e ka marrë atë nivelin edhe ka vazhdu tutje, edhe sot dhe kemi në kampionat botror, po gjithsesi ne duhet... Si rasti i Jordanisë. Po pra, çata zosta me Shqipërinë po është thellë, edhe shumë para lehtë. ta zosta me emra, po gjithsesi ka kombëtarë që ndoshta thashë kanë kaluar një fazë që mirë kanë kaluar edhe sot janë në botror, kurse ne po besojmë me këto performancat që kemi kaluar deri më tash, me mund një Suedi, një gjigant futbollin evropian, me mujt kombëtare që kemi mund do të thotë si Slovenia, një kombëtare që më të vërtet 70% ata janë të kualifikuar në për kampionat evropiane botrore. Domethënë janë një ekip kogja me namë dhe me histori, pra i kemi mund mos themi lehtë, po i kemi mund. Kjo Suedi në përmenda, një gjigant, një Sloveni e shumë kombëtare tjera, po besoj që tashmë niveli është rritë dhe pse jo? Shkojmë ta befasojmë do të thotë edhe në kampionatin botror. Nëse ajo që thash arrim të kualifikohemi, lojtarët rriten, zhvillohen, rritet niveli i tyre, motivi shtohet, po besoj që edhe në kampionat botror mund të jemi befasi shumë e madhe. Edhe mund ta kërkojmë edhe prej vendit dytë edhe të parin. Play-offi. Një mendim sipas teje, një përballje me Slovakinë e cila do të jetë në Bratislav, një Slovaki e cila nuk di përhumbje si vendas, por që një Kosovë e cila ka befasu më shumë të thojë se për kitë shteteve si mysafire, edhe duke ditë që mund ta mbushim edhe stadiumin e Bratislavës me shumë shqiptarë. Po, shumë pyetje e mirë, po e kemi një kundërshtar më të vërtet fortë, sidomos që luajnë si vendas, duhet ta përmendim faktin se e kanë mund një Gjermani 1-0, do thotë në eliminatore, pra kemi të bëjmë me një kombëtar kogja të fortë. Duhet ta marrim tepër seriozisht, taktikisht, teknikisht ta përgatitim ekipën 100%, kurse psikikisht mendoj dalte pyetja jemi më lehtë pasi luajmë jashtë vendit tonë, dhe sigurisht lojtarët po e kanë anën psiqike pak më pak të ngarkuar, edhe po luajnë më mirë. Pra edhe për ata dhe kemi bërë pikë ndoshta më shumë, pasi ngarkesat psiqike janë më të mëdha kur luajnë vendas, kur i kanë 12-13 mijë shikues, e gjatë tërë ditës, gjatë tërë natës, sot janë zgjut, ata dëgjojnë, shohin lajme të ndryshme nga analista, nga sportdashës, nga njerëz që dojnë futbollin, edhe sigurisht ngarkesat ju vinë, po kur janë jashtë, të luajmë jashtë, është pak më ndryshe, tifozat sigurisht po i mbështesin, nuk i kanë tifozat njëjtë si në Prishtinë, po gjithsesi një numër i madh po shkon, siç e kemi pa rastin e fundit në Sloveni, më të vërtet kanë shkëlqyer tifozat, kanë qenë të jashtëzakonshëm, edhe po besoj që njëjtë duhet jenë edhe në Slovaki, në Bratislav, edhe pse thash si vendas luajnë shumë mirë, luajnë bukur, kanë ekip të mirë, po gjithsesi duhet t'i japim merita edhe lojtarëve tonë që e kanë sjellë këtë ekip deri në këtë nivel, edhe besoj që duhet të vazhdojnë njëjtë, pasi janë më të vërtetë lojtarë që po performojnë për ekipet e tyre jashtëzakonisht mirë. Ardhja e 3 lojtarëve të Ofenheimit besoj që ka rrit nivelin. Ndoshta edhe ata akoma nuk janë në 100% e tyre në kombëtarë po flas, akoma nuk janë, po besoj që është rrit niveli i kombëtarës shumë, sidomos me Susha, po në ndeshjen e fundit që nuk luajti Abdullahu, me Susha ishte shumë. Kemi luks me lojtarë që luajnë Juventus 0-0. E vërtet. Pra, kjo po tregon që niveli i kombëtarës Kosovës është rrit, edhe do të shkojmë në Slovaki,
të mëtojmë një fitore, edhe pastaj do ta kemi pak më lehtë. Jo lehtë nuk është fare, pasi thash janë një kombëtare shumë e fortë, një kombëtare që kanë lojtarë të jashtëzakonshëm, po ndoshta me hi kokë për kokë me lojtarët tonë, ndoshta niveli i lojtarëve tonë del më lart. Ose më mirë më thon performancat e fundit të lojtarëve tonë janë më të larta. Pra, ne duhet ta shfrytëzojmë këto performanca. Unë po flas këto performanca që ishin deri më tash, mas 3 muajve nuk di se çfarë bëhet. Inshallah shpresoj që mos kemi ndonjë lëndëm, edhe shpresoj që niveli këtyre lojtarëve që i kemi në kombëtare, sfundit që i kemi pas, të rritet edhe pastaj është akoma më lehtë edhe për trajnerin. Po nëse ndodh më e keqja, që ndonjë lojtar të lëndohet, edhe disa lojtarë të ndërrohet trajneri edhe mos t'u përgjigjet trajnerit të tyre në strategjinë, në taktikat e tij, atëherë ata mund të jenë rezervë, pastaj për neve do të kemi probleme nëse ata nuk janë në formën e duhur. Po të kishte me qenë, edhe këtë duhet ta them, po të kishte me qenë besmer loja në këtë muaj, unë mendoj që shumë lehtë do ta kishim pas. Tash edhe 3 muaj duhet presim, përfundon sezona, vjen pushimi i shkurt për lojtar, pastaj fillon përgatitet për sezonën e ri, edhe është e njëjtë si për ata si për ne, po gjithmonë apo flasim për kombëtarën tonë që mund të jetë edhe e vështirë pasi forma ideale nuk vjen që fillim kampionatit, kampionatit ku luaj respektivisht lojtarët, po vjen ka mesi, ndoshta mas 5 xhiro, 6 xhiro. Ato nuk mund të presim, domethënë loja luhet me 27 më duket apo? Po. Edhe sigurisht se ne me 27 duhet të jemi të gatshëm, ta japim maksimumin, të jenë vigjilent çdo detyrë që e marrin nga trajneri, të kryjmë me përpikmëri, edhe sigurisht se nëse luajmë çush kemi luajtur në ndeshjet e fundit, shpresoj me gjithë ato tjera që i përmend ato elementet, lëndimet, të jenë të thotë në formacionet bazë lojtarët, çush kanë qenë deri më tash, ndoshta edhe më mirë në rritje, po besoj që mund dalim me kokë lart, edhe pastaj do ta kemi një motiv shtesë për në Prishtinë, pasi e kemi atë në stadiumin ton, edhe sigurisht se përkraja e qytetarëve të Kosovës do të jetë e madhe që ka qenë gjithmonë, pasi kur po lun kombëtarja kemi po që jemi jashtëzakonisht interesuar ta mbështesim, e kemi një kombëtare të re në moshë, një kombëtare që po performon shumë, një kombëtare që kemi pas ndoshta ëndër me po, unë veç kur e shoh tabelën e fundit të eliminatorëve Kosovën në vend parë para Suedis, në vend të dytë para Suedis edhe para Slovenis, kjo për mua është diçka e jashtëzakonshme. Besoni që çdo herë sa e shoh Open që e hapi, edhe e shoh dy ekipe si Suedia dhe Slovenia përfundi Kosovës, më rçetë trupi. Pra kjo tregon që më të vërtet na jena rrit si kombëtare edhe mund ta befasojmë edhe Turqinë, po duhet ta dimë që Turqia është tepër e fortë, ka lojtarë të jashtëzakonshëm, ne po mburremi me një Zhegrov që luan në Juventus edhe është akoma rezervist, para mendoni ata kanë Yildiz që luan te Juventusi 100% lojve edhe është ndër lojtarë më i mirë edhe më i kërkuari për momentin. Hakan Çalhanoğlu e shumë lojtarë tjerë, edhe është lojtari i Real Madridit, pra kanë lojtarë individ jashtëzakonshëm, po pse mos ta bëjmë të pamundurën të mundur edhe të vazhdojmë tutje ne, të vazhdojmë në kampionatin botror në Amerikë. Finalen, në rast se kalon Kosova në finalen të play-offit, do ta ketë njërin prej kundërshtarëve, Turqinë dhe Rumaninë. Cilën preferon dhe cilat jep më shumë avantazhin këtyre dy ekipeve, pavarësisht që më shumë po anën ka Turqia, duke ditë që ka lojtar më cilësor, por që nuk i dihet as Rumanisë. Nëse Kosova kalon, atëherë kundërshtari për dëshirë time kish me qenë Rumania. Arsyeja është e kemi peng një 2 ndeshje që na kanë mund, njërin me 3 pikë në tavolinë, edhe pse ishte rezultati 1-0, edhe njërin në Prishtinë që na kanë mund 3-0, duket apo 2-0, nuk jam i sakt. Edhe sigurisht se ato lojë duhet t'ja kthejmë atyne, edhe t'ju tregojmë që me të vërtetë kanë qenë ndoshta befasi, pasi kemi cilësi edhe kemi lojtarë të mirë, edhe plus trajneri tash që ka bëu këto ndryshimet me ardhin e lojtarëve të ri edhe gjithçka po shkon okay, trajneri disiplina taktike, gjithçka është në rregull, po besoj që kish me qenë më e mira me na rrah me Rumaninë. Edhe pse jo, në çdo ndeshje mund të ketë befasi, Rumania kur luan me Turqinë mund ta merr një karton të kuq, Turqia ndoshta po flas sipas dëshirës time, po edhe mund ndodh kjo. Ta merr ndonjë karton të kuq në befasi, edhe sigurisht Rumania mund të triumfoj, edhe mund të jemi me Rumaninë në finale. E kjo kishte me qenë më e mira, pasi edhe tifozat do të ishin me qenë hala më të zjarrt, pasi e di me Rumaninë, një shtet që nuk na don
një shtet që nuk na ka përkrah asnjëherë, një shtet që më të vërtet na ka urry, sidomos në ndeshjet e fundit, i dim ato thirrjet raciste që i kanë bë, pra dëshira jonë kishte me qenë, edhe pse në futboll nuk ka politik, po gjithsesi ata e kanë transmetuar atë, e po besoj që për tifozat kishte me qenë edhe më zgjuar ndeshja kundër Rumanisë, edhe ndoshta pak më e lehtë me thon letër. Kalojmë pak tek Shqipëria. Edhe Shqipëria do ta ketë një grup, në fakt një play-off shumë të vështirë, por që ka edhe një grup interesant në kuadër të botërorit, ka Tunizin, Holandën dhe Japonin. Mirë po, para kësaj do të përballet me Polonin dhe në rast se arrin të kalojë në finale të play-offit do ta ketë përballjen Ukrainë Suedi. Polonin një ekip të cilën pak a shumë viteve të fundit e ka të preferuar Shqipëria. E vërtet, Shqipëria e ka një rritje, edhe më pëlqen, do të thotë dëshira e flakë që e kanë shqiptarët nga Shqipëria, vëllëzërtan mundemi me thënë. Edhe sigurisht se edhe lojtarët tashmë po performojnë në mënyra më të mira se në të kaluarën, sidomos Arber Hoxha që kohëve të fundit ka zënë vend edhe startuese, edhe po e shohim që po performon në mënyrë më të mirë, sidomos edhe mbrëmje, po brenda 3 muajve të fundit është 3 herë zgjedhë lojtarë më i mirë, pra kjo tregon që tek Shqipëria kemi rritje të lojtarëve të performancave tyre edhe po besoj nëse kjo performancë vazhdon, atëherë sigurisht se me Polonin Por qysh mja pik në tru Silvinjo, sepse keni litar si me Don Berisha, i cili është i pandalshëm tek skuadra Lecces, po shumë juve të informacion për edhe golat e tij, pavarësisht që është në një pozitë që nuk është një litar që jep shumë gola, por kur i jep fantastike, mirë po tek Shqipëria po mbetet rezervë. Tek Shqipëria po mbetet rezervë shumë lojtar, edhe lojtar që ka shumë nga Kosova, po pikërisht edhe me Don Berisha një prej tyre. Edhe me Don Berisha nuk po japet mundësi Rejmanaj me një trup shumë të shkurt për vendin, pozicionin ku e luan, edhe japin shumë përparësi, edhe nuk është ku me di që kanë ndonjë ekip shumë madh duke luajtur, po gjithsesi është zgjedhja e trajnerit, unë mendoj që mund ndikoj edhe diçka tjetër aty tek këta lojtarë, pse të luajnë këta para këtyre tjerëve, po gjithsesi barrën kryesore të kësaj e mban trajneri, se nëse nuk kualifikohen, nëse nuk performojnë mirë, atëherë trajneri ka çonte në krah dhe mund të shkojë prapë të largohet nga kontorja. Nuk është sukses nëse nuk arrin të kualifikohet. Po nuk është sukses të e pas performancën e tyre dhe kundërshtari nuk është i jashtëzakonshëm. Po se e dim që Polonia ka lojtar të mirë, ka një Lewandowski që është lojtar i mirë, lojtar që po luan në një prej klubeve më të mëdha, në Barcelona, po gjithsesi edhe tek Shqipëria qëndrojnë mirë, kemi lojtar të mirë, lojtar që janë në formë të mirë, edhe po shpresoj me kalu këtë sfidë, edhe pastaj me u ndesh sigurisht mendoj që mund ndeshen me Suedin, pasi Suedia me ardhin e trajnerit tjetër mendoj që do ndryshoj goxha shumë, edhe do t'jetë ajo Suedia që duhet të jetë me ata lojtarë që i ka vetëm 3 sulmues, i ka dikon 200 milion euro, pra apo 2 sulmues më mirë me thonë 200 milion euro, pra ka në ekipin e tij kontingjentin e vet lojtarë të jashtëzakonshëm që luajnë ndër klubet më të mëdha në botë, pra Suedia duhet të ngjallë, duhet të vazhdojë. Edhe pse më mirë për Shqipërinë, po besoj që shkon Ukraina, në rast se arrin të kualifikohet. Po sigurisht, na nëse flasim në mënyrë dëshirore, një ndeshje në një stadium neutral. Unë po mendoj, realisht mund të jetë Suedia, por ndryshe në mënyrë dëshirore nëse flasim, atëherë kish me qenë Ukraina, si shfola për Kosovën, pra nëse vjen nga Ukraina është si kombëtare më e lehtë, kanë probleme, lufta, do të thotë nuk janë formën më të mirë, nuk e kanë mendjen ndoshta 100% tek, edhe pse këta kanë ardhur nga grupet e kombeve, edhe Ukraina edhe Suedia, po gjithsesi nuk janë kombëtare që mund të themi se do të kalohen lehtë. Pra Suedia është një kombëtare shumë e fortë, edhe me ndrimin e trajnerit besoj që do ndryshojnë shumë. E kemi po edhe ndeshjen e fundit me Sloveninë, do të thotë kanë me baraz, është një ekip që veç ka filluar me marr veten, edhe sigurisht se performanca e tyre do të rritet, po për Shqipërinë nëse e kalojnë Poloninë, atëherë kisha pas dëshirë me qenë Ukraina. Po besoj që do të jetë Suedia ajo që do të vazhdoj, edhe Shqipëria me shpresë. Një pyetje të fundit, me qenë se kemi kalu pak a shumë edhe kohën, e di që je edhe simpatizues apo ndryshe e pëlqen Juventusin si skuadër. Zhegrova, a ka gabu që është e Juventusi, edhe si peshe që Zhegrova nuk po jetë status të Juventusi? Juventusi është një klub i madh, duhet ta dim, është më i madhi në Itali.
flasim me Serie A, do të thotë me kampionatet e fituara, edhe pse Liga e Kampionëve është Milano, domethënë që ka përfaqësuar vendin më mirë në Ligën e Kampionëve, po gjithsesi Juventusi është shumë herë kampion, ndoshta 3-14 herë më shumë se këto dy tjerat Milano dhe Inter. Po gjithsesi kalimi tek Juventus është prit me shumë bujë nga gjithë neve shqiptarë, sidomos na që e pëlqejmë Juventusin. Po forma e tij akoma nuk ka ardhur ndoshta 100% edhe pse po në ndeshjen e fundit luajti vetë 13 minuta dhe ishte i jashtëzakonshëm, po kjo tregon që ky djalë tek Juventus po rritet, edhe nëse tek Juventus rritet edhe arrin me lu, atëherë ky tregon që ka vlera të jashtëzakonshme. Na e dim gjithë edhe kemi thonë se për neve shqiptarëve është një prej talentave më të mëdhaj. Po me lu në Juventus atëherë do ta ketë vështirë, po nëse arrin me lu, atëherë ky do të jetë i jashtëzakonshëm i Kosovës. Edhe pse jo, me ato performancat e fundit që po lun, edhe pse pak mundësi po jepet, ky lojtar veç po tregon formë më të mirë, po shihet edhe nga analistat italian që po kritikohet trajneri pse nuk po jep mundësi, po gjithsesi trajneri ka çdo ditë stërvitje, ndoshta 2 herë ditë stërvitje dhe shef formën, e shef forcën e tij, edhe sigurisht është ka pret momentin. Unë po besoj që sezonin e ardhshëm Zhegrova me këto performanca, me këtë dëshirë që ka, besoj që do të jetë një startues në 11-shën e parë të Juventusit, edhe atë performancë mirë që do ta ketë, do ta bërë te Kosova, pasi kemi nevojë shumë për një lojtar të tillë, një lojtar që depërton, një lojtar që në mënyrë e bën diferencën, pra një lojtar që më të vërtet është brillant. Parashikim. Sot Napoli Juventus. Me dëshirë Juventus fiton 2-1, po e di që Napoli është një ekip shumë i madh. Por domethënë 3-4 vitet e fundit ka treguar që është më të vërtet janë zakonshëm, janë 2 herë kampion me aty këtyne 3-4 viteve, edhe e di që është vështirë, këtë sezon janë duke luajtur shumë mirë prap, edhe kthimi i Ramanit i ka jap një qetësi mbrojtjes së tyre, edhe pse Juventusin duhet ta potencojmë që nuk është në formë më të mirë duhur, po barazimi besoj që është ideal edhe për Juventusin, duhet të jemi real. Ju faleminderit shumë që gjete kohën të ishe pjesë e pasdites. Faleminderit edhe ty për ftesën me kënaqësi.